Ju falenderoj të gjithë nga zemra për respektin që keni treguar duke ardhur në shtati drejtorin e opinionit time. Ndjehemi nderuar dhe shumë i respektuar. Kam këtu një rreth miq të mirë, fshatar të mirë, patriot, njerëz të dashur. Sot e ndjej veten me shokë mi shumë. E ndjej veten me krahë të kishëm. Periodët më kanë ofruar ngrohtësinë dhe dashurinë shpirtërore dhe unë jam i gatshëm ashtu si edhe në disa shkime të mia të shpreh dashurinë dhe ta vërtetoj me praktikën time të punës se i dua periodët. I dua si njerëz të mirë, si njerëz të aftë, si njerëz të shkolluar, si njerëz që i kanë dhënë shumë shoqërisë shqiptare. Sot unë ndryshe nga herët e tjera kam festuar shumë për vjetor, por më shumë se gjithë të tjerët sot në shtatorin tim, e ndjej veten rrethuar nga një rreth i madh miq të shokësh, të gjithë njerëz të nderuar, të respektuar. Prej tyre nuk dua t'i veçoj sepse lidhja e tjetër, megjithatë nuk mund të lëvij pa përmendur Ilaver Shkurtin, Adrian Gjaun, Fazil Gjaun, Zafer Korkutin, Sander Rukon, e shumë të tjerë, miq e shok. I kanë bërë shumë për mua, Rregje Kurupi veçanërisht, që e kam njohur që shkërët, miq e shok që më kanë respektuar aq shumë sa që nuk di si të shpërblej, se një gjë mbetet, do shpërblej në për vjetor në ditën e tyre dhe uroj nga shpirti, nga zemra, që të festojnë 100 vjetorin këtu e gjetë nga ku të mbireni, por ata të jetojnë gjatë. Faleminderit e në gëzimet tuaja. Vullnetin e kemi njohur, unë e kam njohur prej kohësh, më kupton, sepse kam shkuar me Shërbim Imrazh, ka qenë një njeri i nderuar dhe atje, po tani që vjen në parlamentin e Tevës, ne kemi njohur më mirë, ne jemi njohur edhe në panelin e librit, kur unë u përpoqja që ta njoh edhe ta gjithë me periodën, dhe ai u bë një nga periodët më të mirë që vjen vazhdimisht në parlament, na kënaq jo vetëm me fjalën e tij, por dhe me librat shumë të mrekullueshëm, të cilat periodën po i lexoj me shumë keq dëshirë. Dhe tani sot në këtë 70 vjetor, i uroj jetë të lumtur me gjithë familjen dhe të krijoj sa më shumë libra të mira për gjithë Shqipërinë. Kam bindjen që Vullneti është një poet shumë i mirë, një prozator që ka shkruar një prozë shumë realiste, shumë të bukur dhe të mbështetur në faktet e jetës, e cila e bën shumë të besueshme. Edhe novelat e tij dhe romanet që ka shkruar. Veçanërisht për mua, një libër shumë i bukur, ndoshta një nga maja më e mirë është Damkosa e Engjëve, ku janë dhe motivet e këtij romani të fundit, Vajza Kyçu, e cila është një përbërje e romanit Damkosa e Engjëve. Edhe me këtë librin e fundit, Vajza Kyçu, Vullneti ka krijuar një biografi shumë brëndshme letrare, e cila do të mbetet letërsi, jo vetëm për nivelin artistik, por edhe për subjektet si strukturat, subjektet e kohës. Veçanërisht, Maroj? Veçanërisht subjektet pas vitit 90, të cilat janë një qike janë pak më specifike se ato subjektet para 90-s, sepse këtu ndërthuret një qikëtirie edhe e krijimit e madhe, kriju për shkrimtarët, por edhe liria brendshme, shpirtërore që krijoi Vullneti, dhe këto romane janë pikërisht të bashkë, duke pasqyruar luftën e klasave, luftën midis gjenerave të një lloji të aktiv, luftën e midis shtetit dhe individit. Edhe të gjitha këto janë futur në këto personazhe, linjat e romaneve. Vullneti. Unë bëra 5 fjalë për Vullnetin, të cilën e kam shumë të dashur. I dashur Vullnet, i gëzof 70 pranvera, o ferioti i një mirë, edhe 100 të tjera të jetosh, që për në madhen të birbilosh.
shkruaj romane, se të kanë lezet, liroj vajzat, i kanë siklet, shkruaj poeme o lisi period, se ne të duam me zëmër plot, të përkafoj me shumë mal e të dua shumë. Vullnetin e kam njohë shumë vite për para. Në kërështë njëfja punën që bëri vullnetin e Librasht, por nuk e njëhe si njeri, edhe koha dhe e njoha si njeri, dhe vlerësimi është a i ambientohet në çdo lloj situate dhe del në çdo lloj situate. Nuk jam shkrimtar dhe as poet, o i miri i vullnet. Të uroj shumë shëndet, edhe 100 mbi 70. Edhe 100 vullnetit ton të dashur që na ka kënaqur me atë libër të mrekullueshëm. E lexuam ditë dhe natë derisa e mbarova. Një gjë e Mahmit Shmetia, vuajtjet dhe sikletit ka kaluar në atë kohë. E përshëndesim dhe njëherë urime, në familje, në shoqëri e gjithçka. Gëzuar për shumë vjet edhe 100. Ka një që veçanë që marrën pjesë në ndihmën e vullnetit, vullneti është një figurë e ndritur e sferës. Unë kam lexuar me krejtësi librat e tij dhe i ka përhapur vetë shokët e mi të mi dhe kanë ngjitur jashtëzakonisht të kënaqur. Me vullnetin që këna dhe vetëm shtatit sfera, po edhe gjithë krahina jone të randës shokët e mi të ti edhe ne që ndërojmë pjesëmarrjen e tij. Dhe kam pas mendimin që është fenomeni i sferës, qoftë jetë gjatë, ka të kisha. I dashur vullnet, në këtë 70 vjetor të lindjes tënde, edhe unë dua të të uroj jetë të gjatë e të lumtur me gjithë familjen Nipër dhe Mbesa. Ke bërë një jetë të vështirë, me plot tallaze, por ke bërë një jetë dinjitoze, një jetë të merituar, një jetë që është për të jetuar dhe për të treguar, dhe këti këtë aq bukur e tregon edhe nëpërmjet veprave tua, të cilat janë dhe të mbetet pa vdekshme. Të uroj që të vazhdosh të shkruash për të mirën tënde, familjes, por edhe të gjithë kombit. Përshëndetje edhe një herë e jetë të gjatë e gjithë të mirët.